Do të përgatis me fasulet pllaqi një pjatë sallatë. Këto janë fasulet pllaqi, janë këto fasulet që janë paksa më të mëdhaja. Pasi kemi zjerë, këto mund t'ja heqim këtë cipën e trash dhe mund t'i lëmë të tilla, por mund t'i përdorim edhe me cipën e trash pasi këto janë zjerë plotësisht, do me thonë janë zbutur. Do t'i zjejmë derisa t'jenë pak al dente, jo shumë fare të zjera, të kemë pak fortësi kur ti përdorim ne në pjatën e sallatës. Do të më duhen 150 gram me fasule pllaqi, kokurmadhe, do të më duhet një filxhan kafeje, pak, do me thënë jo plot, një gisht më pak, me vaj ulliri, dhe këtu kemi kripën, piperin e zi, këtu kam majdanoz, është majdanoz i tharë dhe i gririmët, gjithashtu dhe kopër, piper i kuq, spec i kuq, është i ëmbël, kurse ky është spec i grirë, me ka dhe fara, që është paksa djegës. Gjithashtu do të më duhet një kokër urdhër, të cilën e kam grirë imët, disa degë të vogla me kopër, edhe disa degë të vogla me majdanoz. Limonin do ta përdorim sipas dëshirës, 2-3 pika do të mund të hedhim. Të gjithë përbërësit që i cilësuam më lart do t'i shtojmë tek tasi i fasuleve, gjithashtu kripën dhe erëzat, të gjitha me radhë. Fasulet pllaqi mund t'i vendosim gjithë natën në ujë që të zbuten dhe në mëngjes mund t'i japim një zjerje prej 1 orë e 1 çerek derisa ato të jenë gati. Po mos t'jenë shumë të zjera, të kenë atë forcinë. Do të shtojmë edhe urdhërën e grirë, edhe vajin e ullirit. Do t'i përzjejmë të gjitha bashkë dhe i vendosim në frigorifer që të marinohen. Marrim një shije shumë të mirë të gjithë këta përbërës. Dhe krijohet një sallatë shumë e shijshme. Pasi kemi lënë një çerek ore, gjysmë ore, sa të duam ne mund t'i lëmë në frigorifer. Këto rojnë mund t'i lëmë edhe një natë dhe t'i konsumojmë ditën tjetër, bën të shijshme. Edhe i kemi servirur në pjatë, i kemi vendosur dhe disa dega me majdanoz. Dhe këtë specët që nuk e kemi hedhur të gjithën, mund t'ja shtojmë pak edhe sipër. Dhe ndonjë degë me kopër, mund t'i vendosim, kopër të freskët. Gjithashtu edhe, sipas dëshirës, mund t'i pikojmë disa pika me lëng limoni. Dhe kjo është një sallatë e thjeshtë e shpejtë dhe shumë e shijshme. Sallatë me pllaqi.